Atëherë mister nisni vitin me ndeshjen e kupës ndaj Flamurtarit, si e prisni si gjendjen e skuadrës? Po, nesër kemi në ndeshje kundër Flamurtarit, është në ndeshje kupat. Lajmi mirë është shumica lojtarë është gati, veç Bruno. Sot kemi servitë e fundit, gjendja është e mirë, qunat është, si ta them në shqip, është shumë pozitiv sepse ishtim në ndeshje fundit 24 dhjetor edhe kemi nevojë do vazhdojmë me një ritëm të mirë. Domethënë deri tani gjithë është e rregull. Sot e tashun servitë e fundit, pastaj me stafi do flasim për gjërat e tjera, por ne jemi në rregull. Flamurtarin e keni mundur 2 herë në kampionat, por tani si e prisni? Okej, tani është në ndeshje kupët, në ndeshje shumë delikat. Kemi një në ndeshje, domethënë jam sigur edhe nesër do presim një ndeshje interesant, një ndeshje fort. Neve do luajmë për objektivat jonë, do provojmë të fitojmë në ndeshje. Edhe pastaj mund të flasim pak më shumë mas të ndeshjes. Është një ndeshje me një takim, pra. Keni menduar diçka speciale ose keni menduar ndoshta edhe për shtesat, penalltit? Ne jemi gati për çdo detaj, edhe për shtesa, edhe për penallti, për gjitha. Domethënë e tash shumë përpara, do presim deri nesër, pastaj mund të flasim, por ne jemi gati për çdo detaj sepse neve e di kemi vetëm një ndeshje, edhe gjitha kemi tani brenda. Domethënë gati jemi. Ndërkohë është periudhë merkate, por nuk po shohim asnjë lëvizje tek Elbasani. Tani filloi merkato edhe për ne, kjo është e vërtetën, por varet edhe kush do largojë. Domethënë akoma ne jemi filluar takimet dhe bisedimet me direktorit klubat, me gjitha, por akoma nuk kemi ne lëviz. Domethënë do presim edhe pak, por neve e di pikat çfarë kemi nevojë. Mund të thuhet ku keni nevojë për ndërhyrje apo? Jo, akoma është pak herët, por do të presim edhe pak, pastaj mund të flasim me konkret.